Të ndëruar, zonja zotëri, mediat ndëruara, e të respektuara, mirë se keni ardhur të gjithë në promocionin e videoklipit të parë të këngëtares së re e të talentuar të ardhmërisë së këngës kosovare Hasi. I falenderoj të gjithë që ju kanë përgjigjur ftesës time, ju falenderoj shumë sepse sonte është një natë e veçantë për mua. Me të vërtetë jam shumë e lumtur sonte, saqë nuk kam fjalë për të renditur. Faleminderit babi shumë që veprune sonte në skenë. Faleminderit shumë gjithëve edhe një herë, ju dua shumë. Thash Zotit i jep sukses. Faleminderit. Le ta përshëndesim edhe me ndër grupike shumë të madhe. Pash Kosovarën, dyja të më pëlqyën shumë, si dhe realizimi i videoartit, gjitha ishte nivel, gjithashtu Kosovarës shfrytëzoj rastin të uroj suksese në tarmen, sepse është shumë vajzë talentuar. Të flasim pak për ty, dim që je të planifiku një klip të ri, çka mundesh më na thonë për këngën jartë? Pastaj për tani e kom kry veç këngën, po problemi, kam do probleme, si me thonë kështu teknike në lidhe me realizimin, jom të pritë edhe me kryse dhe vetë jom të eshru skenarin, kështu që po pres edhe pak edhe me fillu gjirimet, jom në ato përgaditjet ma interesante që në qyshmi pas flokët, normalisht do ta kem një ndryshim i migji cilin kom pas nevoj që ma ti me bo, pastaj këto dit jom duke i qep robat, këngën e kom punu këtu në Prishtinë, me Valunin dhe Arsimin i përshëndes dhe i falenderoj, kështu që kënga është në atë stilin tim, është më ritmike, por jo shumë, do me thonë pak ma slow, kështu që do të besoj se do të pëlqet, sepse dhe teksti ka të bëj shumë me dashurin. A ke vendos me cilën kompani do me bëjt gjirime? Kam mendu të bashkëpunoj me produksione me cilat kam bashkëpunu ma heret, po flas për ato të Kosovës, por që mendoj nuk jam 100% e sigurt sepse nuk e di si do të rrjedhin gjanat, kështu që po pres derisa të kryen e dosane dhe me vendos përfundimisht. Po në album të ri prej Zamfinës, a presim këtë verë? Unë e kam paralajmëru album, gjë që shumë keq se kam vendos mos me bo album, sepse produksionet në Kosovë janë gjitha në falimentim e sipër, kështu që nuk du me pru dikan pozit keq edhe shkakja me hinë borqa për diçka, kështu që po flas për produksionet, mos të keq kuptohemi, kështu që kam vendosur si vjet i kem 2 apo 3 singla dhe ta vazhdoj këtë tempo të karrierës, sepse albumet nuk kanë përfitim as këngëtari as produksioni, kështu që është bërë një punë e kotë. Okej, Zamfina, faleminderit shumë që gjete kohë për me na dhoni intervistë edhe sukses. Faleminderit edhe juve, për juve jam gjithmonë e gatshme, kështu që shihemi, faleminderit. Mirëmbrëma zotëri Lirë, so ju pëlqej kënga që tekstin ja keni shkruajtur ju? Fillimisht unë tekstin e kam ndërtu për mbi muzikën dhe nuk kisha bë tekst nëse s'kish më pëlqy kënga, po kënga më ka pëlqyer shumë, po saqërisht më ka pëlqyer aranzhmani. Korabi ka bënë gjë shumë bukur. Kosovari është këngëtare e re, janë fillimet e saj, po me një vokal shumë të mirë, i ngelet shumë që të punoj. Por në menoj që me këtë këngë Kosovaria tashti veç ka hap derën e parë për të futur në rrugën e vështirë të muzikës, sikur për çdo të ri, por në menoj që me punën që do ta bëj ajo, gjithmonë duke pasur parasysh për krah baban e saj, Skënderin, unë menoj që do të ecë. Keni punu edhe më herët me këngëtar të ri, duke u nisë prej djalit tuaj Korabit, po sa është e vështirë me punu me këngëtar të ri, sidomos me shkruaj tekste, është vështirë me jau përcjell ato ndjenja që ata dojnë përmes tekstit? Për këngëtar të ri është kënaqësi me punu, pikë pari, nuk është e lehtë, sepse kërkesat e tyre të kësaj gjenerate duhet ti kuptosh drejt, unë përpiqem të kuptoj, por mbas vështirë është kur mbi melodinë, domethënë bëhet teksti dhe këtu prej që Korabi ka mbaru për kompozicion në Tiranë dhe shumicën e kohës ai është mrena në studio, vetëm punon, gjen domethënë fabula të këngëve të reja dhe pastaj në mramje kur kthehem unë ai kërkon nga unë një tekst, kërkon një kështu dhe kam shumë vështirë. Unë gjatë jetës dhe karrierës sime gjithmonë tekstet fillimisht më kanë ardhur se i kam bërë tekstet dhe mbi tekstin e kam ndërtuar melodinë, kam pas më të lehtë. Ndoshta s'është edhe ajo e lehtë, po unë jam mësuar ashtu. Tashti është
një shkollë tjetër kisha me thonë, po megjithatë po përpiqem dhe du të them edhe këtë që është shumë kënaqësi e madhe me punu me Trit. Pasi Korabi nuk është këtu, shfrytëzojmë rastin me të pyet ty, pasi e më shumë vjedha me to, e ka para lajmëruar një album 3 këtë verë, sa është në afërsitë atij projekti? Po, Korabi ka mbaru albumin dhe na është vënu pak videoklipi, sepse ka qenë koha shumë e keqe. Jemi përpjek, do me thonë që të gjejmë kohën e duhur. Momentalisht sonte mungon, sepse është në Zvicër për ato mramjet rinore që organizohen atje. Edhe në momentin kur do të vi dhe të na merr koha ashtu si duam ne, do ta përfundojmë videoklipin dhe pastaj do të bëjmë një promovim të albumit të ri të Korabit. Faleminderit shumë që gjete kohë për më na dhënë intervistë. Falenderoj edhe Korabin. Gjithmonë unë gjej kohë për televizionin e juaj, për stafin e juaj të mrekullueshëm. Përshëndetje drejtorit, faleminderit juve shumë. Faleminderit. Çka ju duk përfundimi i krejt asaj për cilën keni punu ju më shumë? Do klipin e kanë bon, bashkëndas të juj, Lido Arti, të cilë të përshëndes nga zemra, ka qenë të mrekullueshëm, kemi pas një bashkëpunim, një përfundim të shkëlqyeshëm dhe thashë të gjithë dhe lirimit. Mendoj që ju e keni shtyp pak a shumë vajzën tuaj më mirë me këtë lëmja, apo ka qenë vetëvendosja e saj domethënë? Ajo e kam pa që ka pas një talent, ka hmati, mirë po kam dorë që tamam të arrij një profesionalizëm si në këndim, ashtu edhe në paraqitjen skenike, besoj që ja ka arrit në këtë dhe do ta shihni edhe në videoklipet dhe paraqitjet e tjera, kështu që nuk kam dorë veç të dalë në skenë, mirë po tamam është perfeksionuar dhe e kompletuar. Besoj që do të ketë sukses. Atëherë unë ju veç ju uroj suksese edhe juve edhe vajzës. Faleminderit shumë që na keni. Falenderoj të Vezikon, ju përshëndes dhe ju uroj suksese dhe gjithë të mirat. Faleminderit. Faleminderit qofsht. Shikues të nderuar të emisionit Gjurma në Ziko TV, jemi këtu me një këngëtare të re e cila ka promovimin e klipit të saj të parë. Mirëmbrëma Kosovare Hasi. Mirëmbrëma. Çka mundi më na thon rreth këngës, si ju ardhi ideja me mu bë këngëtare apo ke këndu edhe më herët? Ideja për më bë këngëtare do më thonë ka qenë e kamaqshme, mirë po kam qenë në vogël dhe pjekuria e zënit nuk ka qenë për me dalë në skenë. Kështu që one tashti do më thonë e pash veten që jam për skenë dhe ja fillova tani për të bërë këngëtare. Okej, të flasim pak për këngën, me këngë ke bashkëpunu, tekstin, muzikën? Tekstin e kësaj këngë ka bërë Ilir Shaqiri, këngëtari joni i madh, të cilin e falenderoj shumë. Muzikën dhe orkestrimin e ka bërë Korab Shaqiri, një kompozitori i ri. Po klipin me cilën kompani e keni bë? Klipin e kam realizuar me produksionin videoar nga Gjilani, të cilët i përshëndes shumë. Jam ndoje kënaqur shumë me këtë bashkëpunim dhe mendoj që edhe në të ardhmen të kemi bashkëpunim me ta. A jeni ndoje kënaqur me gjitha këto, edhe me kompozimin, tekstin? Po, jam do shumë e kënaqshme dhe do më thonë e falenderoj për gjitha këto babon tim Skender Hasin, i cili me pruni deri këto. Shumë faleminderit për ti. Këto deshta edhe me dalë, je bia një këngëtari shumë të mirë njohur, kështu mund të them të ne në Kosovë. A ka pas so ka ndikuar te ti që ti më bë këngëtare, apo kjo është dëshira juaj? Me qenë se unë rrjedhi prej një familje që kam babon këngëtar, do më thonë, ka ndiku shumë, edhe për dëshirës time që kam pas, mirë po baba jemi e ka ndihmuar shumë dhe kam ardhur deri këtu. Okej, a presim ndonjë klip të ri nga te ose nga ndonjë album? Normalisht tash ja kam filluar dhe do të punoj me seriozitet të madh në këtë drejtim për të pasur sukses dhe për të kënaqur publikun ton kosovar. Masi je një këngëtare e re në skenën tonë muzikore, kisha pas qef me ditë sa vjeçare je diçka më shumë për publikun tonë? Kosovarja është 20 vjeçare, vjen nga Drenasi i Drenicës. A mirësh me diçka tjetër përveç muzikës, fakultet, studime? Jo, studime, do më thotë tash ja filloj. Kosovare, faleminderit shumë për intervistën, uroj të keni sukses edhe në të ardhmen. Faleminderit edhe për ju shumë nga zemra, ju përshëndes shumë.